Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një aksion kundër grupeve të trafikut të drogës në Fushë Krujë, duke lëshuar 14 masa sigurie, 10 prej të cilave janë ekzekutuar. 3 personave u shkomunikuar masa në qeli, 7 të tjerë janë arrestuar dhe 4 persona janë në kërkim. Përgjimet në aplikacionin Sky kanë nxjerrë zbuluar grupet kriminale që dyshohet se gjatë 5 viteve të fundit kanë trafikuar drogë me vlerë miliona euro nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në pranga kanë rënë 3 anëtar të fisit të Raja, konkretisht Gazmir, Përparim dhe Recep Raja, i cili njihet edhe për faktin se është djali i ish-deputetit të PS-s, Rahman Raja. Po ashtu janë arrestuar edhe Marvin Bushati, Agim Nina, alias Lorenz Selmani, Sokol Qaja, Nezamir Aliaj, ndërsa në Burg u shkomunikuar masa e sigurisë Aldo Gjinit, Jani Qavos dhe Islam Sefës. Në kërkim janë Ervis Shuli, Bujar Sefa, Ajdar Sefa dhe Vildan Baroku, të cilët dyshohet se janë jashtë vendit. Dyshohet se financuesi dhe organizatori kryesor ka qenë Islam Sefa, i cili mbahet në Burg si kreu i një rrjeti kriminal që brenda 2 vitesh ka trafikuar drogë në Gjermani e vende të BE-s me vlerë 3.3 milion euro. Grupet e goditura vepronin që prej vitit 2020. Në banesat ku janë ushtruar kontrolle, janë sekuestruar sasi të konsiderueshme parash, armë, automjete e tjerë. Recep Raja dhe kushërieni i tij, Përparim Raja, ishin në kërkim nga policia e Fushë Kruës për dhunën në guroren e këtij të fundit në Borizan. Ngjarja e ndodhur më 6 korrik 2023. Dhuna barbare ndodhi pasi 2 kushërinj Bilbile Jashar Maja kishin denoncuar në polici se gurorja e Rajave po u prishte shtëpit në Borizan. Antarët e fisit Raja i bën për spital, pasi i dhunuan me shkopinj bejsbolli dhe mjete të tjera të rënda. Islam Sefa rezulton të jetë arrestuar në korrik të vitit 2024 në një lokal afër Spak për trafik droge. Jani Qavo, të cilit masa u komunikua në Burg, u arrestuar në qershor të vitit 2023 si pjesë e një grupi që trafikonte kanabis nga Siria dhe heroin që vinte nga Turqia me vlerë deri në 2.7 milion euro. Aldo Gjini po ashtu ndodhet në qeli. Në korrik të vitit 2021 u përfshi në një plagosje në Tiranë, ndërsa ishte shpallur në kërkim nga Europol për tentativë vrasje, trafik armësh dhe municionesh luftarake.